Krahas shqetësimeve që lidhen me shëndetin e tyre, barren financiare të shumë pacienteve po e rëndon edhe detyrimi për t'i bler ilaçet nga xhepi i vet. Ndër ankesat aktuale me të cilat po përballen pacientët është edhe mungesa e penjve kirurgjikal. Megjithatë, kjo nuk është ankesa vetme, pasi qytetarët raportojnë edhe mungesat e tjera të ilaçeve të nevojshme. Po unë e blej edhe Litroxin, e blej edhe këto antibiotikat e kreçka jonë të një tjerat. Zbut pak këtë punë brem, ju ndimu pak, se shëndetësia na kam byta. Kam byt krejt, jo me rezonansa, jo me CT-ja, krejt me pare. Të di, ata që nuk gjinë ato, ata thujnë blejnë. Normal, e vështëson se është pak shtirë, normal, mi blej kejt. Por jo të gjithë kanë ankesa. Nuk kemi pas, deri se sa jem kanë unë qëtu në spital, nuk kemi pas. Munges. Ju s'kom has probleme njëherë ju. Kam një rastu me familjar për ju. Nga Ministria e Shëndetësisë deklaruan se çështjet që lidhen me menaxhimin e klinikave janë në përgjegjësi të SHSKUK-s. Ndërkaq, nga SHSKUK-ja nënvizuan se kanë nënshkruar kontratën për furnizim me penjë kirurgjikal. Sipas tyre, tashmë janë përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme administrative, ndërsa gjatë pasdites është konfirmuar edhe furnizimi me këto materiale.